Gjatë 24 orëve të fundit, rreshjet me intensitet të ndryshueshëm kanë shkaktuar disa problematika në territorin e qarkut të Korçës. Prefektura, strukturat vendore, emergjencat civile, OSHE, ARSH dhe njësitë administrative përkatëse po vjojnë punën në terren për menaxhimin e situatës si dhe normalizimin e saj. Në fshatin Çet, mbi Miras, në Devoll, në urën e këtij segmenti, strukturat vendore kanë marrë masat për ndalimin e qarkullimit pasi situata paraqet rrezik për kalimtarët. Në fshatin Cangonj, për shkak të bllokimit të një tubi, ka prezencë ujë në oborret e dy banesave, ndërsa janë marrë masat për largimin e ujit. Situata e motit duket se ka ndikuar negativisht edhe në fshatrat e Korçës, ku tokat bujqësore janë nën ujë. Kjo pasojë e motit të keq pritet të ndikojë te banorët e zonës dhe fermerët. Fushat bujqësore në fshatrat e Korçës njihen për shumëllojshmërinë e të mbjellave dhe prodhimtarinë e lartë që këtë vjesht i gjen ndryshe. Strukturat vendore dhe ekipet e emergjencave vijojnë monitorimin dhe ndërhyrjet në të gjitha zonat problematike. Deri në këto momente nuk raportohen situata që paraqesin rrezik të menjëhershëm për jetën, por disa zona kërkojnë ndjekje të vazhdueshme për shkak të prurjeve të larta në lumenj dhe ujëmbledhës.